Era e forte të martës mbrëma e qiti në tokë kulmin e këtij objekti në Lipjan. Rënja e tij ka friksuar familjarët e dëshmorëve që jetojnë në këtë ndërtesë. Janë shqetësuar familja kur ka marrë erë madhe ka. Ndonë se era ishte e fuqishme, banorët po dyshojnë edhe në kualitetin e punimeve të objektit. Po tash na fjalon na fojnë e erës për pronome, për cilësi tash e vlerësojnë komisioni komunës e bjen me këqyrë. Për këtë që u ndodhi, banorët kishin lajmëruar edhe komunën, por zyrtarët nuk i vizituan ata derisa Klan Kosova u interesua për rastin. E kur erdhi në vendin e ngjarjes drejtori i shërbimeve publike, Eset Sahiti u befasua me atë që pa. Po shihet që nuk është kualiteti që duhet më konë, edhe u vërtetu kjo mënyrë, sado që ka qenë e fortë, ka qenë dashtë shkalla sigurisë me qenë tjetër. Sehiti u ngjitë edhe në kulmin e objektit dhe prej atje i telefonoi kolegut e tij nga urbanizmi. Hajde që do dete të ndërtesa e Alis. Nuk vonoi shumë e këtu erdhi shefi i urbanizmit Hasim Vishella. Ky po vlerëson se aksidenti nuk ka të bëjë me çështjen e kualitetit të ndërtimit. Në fatkeqësi natyrore, nuk janë diçka. Por kolegu i tij po mendon ndryshe. Merr vesh edhe me përgjegjësinë, merr vesh edhe me ato paramosat para llogarit. Megjithatë, këta të dy zyrtar u pajtuan që duhet të fillohet shumë shpejt me punë për sanimin e dëmit. E kjo është kërkesë edhe banorëve. Qofse ti është i mësditë neve në Hanuj, edhe mos kem ku flajmë, na sonë të duhet shku dikon.